Njësogjem populli heroik I Kosovës, qershor, dhe kjo datë festohet ndër shekuj, është një vend I shenjtë I cili pret çdo vit pelegrinazh nga mbar bota. Vërtet ajo kish është katolike, por ai shenjtë është universal. Nuk I përket vetëm kristianizmit, I përket njerëzisë. Është vendi ku të verbërve u dha sy, të paralizuarve u dha këmbë, murve mendori kthej në jetë, po them, pra është vendi I të gjithëve. Përshëndesim dhe ne të Nderit.
Po, zot Gzim. Faleminderit për këtë këngë të bukur, i qoftë lavdia dhe mjasharit që nisi këtë luftë për të na çliruar neve që ne sot të jemi të lirë. Ne do fillojmë me disa dhe herojve të Kosovës. Gjithë herojve dhe gjithë atyre që kontribuan për liri. Neve për emisionin e sonte do të trajtojmë disa tema që përmes këtyre do të zbërthejmë pjesërisht një pjesë të luftës, por edhe atë pjesën qendrore, pra ditën që sot festohet. Neve nuk i kemi bërë ndonjë radhitje tema pasi do të zhvillojmë ngjarjet, por unë do të lexoj pak, do të flas pak për datën e 12 qershorit. 12 qershor 1999 dhe hyrja e forcave të NATO-s në Kosovë. Më 12 qershor të vitit 1999 ndodhi një ngjarje historike dhe jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën. Hyrja e forcave paqëruese të NATO-s, të njohura si KFOR Kosovo Force, në territorin e Kosovës. Kjo ditë shënoi fundin e luftës Kosovës, një konflikt i ashpër që kishte shkaktuar vujtje të mëdha, shkatërrime dhe spastrime etnik nga forcat serbe. Hyrja e KFOR-it erdhi si pasojë e fushatës ajrore 78 ditore të NATO-s, që filloi më 24 mars 1999. Kjo fushat bombardoi caqe ushtarake dhe policore serbe dhe malazeze me qëllim ndalimin e dhunës dhe spastrimin etnik kundër shqiptarëve të Kosovës. Marrëveshja e Kumanovës u nënshkrua më 9 qershor 1999. Kjo marrëveshje detyroi forcat jugosllave dhe serbe të riqen nga Kosova, kuptohet, të humbura dhe të kapituluara. Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, miratuar më 10 qershor 1999. Kjo rezultoi dhe autorizoi vendosjen e një pranie ndërkombëtare civile ushtarake në Kosovë. Me hyrjen e KFOR-it shënuar nga shërbimet e para të trupave britanike, shumë kosovarë u përjetuan këtë ditë si dita e çlirimit të Kosovës dhe dita e lirisë Kosovës. Kjo ditë i dha fund një periudhe të gjatë dhunë të sundimit, duke hapur rrugë për ndërtimin e paqes dhe të stabilitetit në rajon. Fillimisht, KFOR përbëhej nga rreth 50.000 ushtarë, nga 10 vende anëtare të NATO-s dhe vende aleate. Pra kaq për këtë fillim, fjala për ju, zonja Pranda. Faleminderit. Represioni serb mbi popullin shqiptar dhe okupimi i Kosovës. Historikisht marrëdhëniet mes serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë kanë qenë të tensionuara me periudha të ndryshme represioni dhe konflikti. Ky tension ka rënë në thella historike dhe etnike, okupimi dhe represioni që nga fundi i shekullit XIX dhe gjatë shekullit XX ka pasur përpjekje të vazhdueshme nga ana e Serbisë për të ushtruar kontroll mbi Kosovën, e cila ka një popullsi shumicë shqiptare, Disa nga momentet dhe periudhat kyçe të okupimit dhe represionit përfshin pas lufta ballkanike 1912-1913. Kosova u bë pjesë e Serbisë pavarësisht shumicës shqiptare. Kjo periudhë shënoi fillimin e politikave të asimilimit dhe diskriminimit ndaj shqiptarëve. Periudha e mbretërisë së Jugosllavisë 1918-21. Shqiptarët në Kosovë trajtuan si qytetarë të dorës dytë. Pati politika të kolonizimit të serbët, vendoseshin në Kosovë dhe shkollat në gjuhën shqipe ishin të ndaluara. Qindra mijëra shqiptarë u dëbuan. Revokimi i autonomisë së Kosovës 1980. Slobodan Miloševići, si presidenti i Serbisë, orkestroi ndryshimin në kushtetutën serbe që kufizonin ndjeshje me autonominë e Kosovës, e cila ishte garantuar nga kushtetuta jugoslave e vitit 1974. Kjo çoi në një rritje masive të represionit. Në vitet 1990-1998, rezistenca të dhunshme pas heqjes
autonomisht i me serb shtypi institucionit shqiptare në Kosovë. Punoni si shqiptaru pushuan nga puna, shkollat dhe universitetet në gjuhën shqipe u mbyllen, dhe arsimi u detyrua të ndiqej pas kurrikules serbe. Popullsia shqiptare rreth 1 milion njerëz u angazhuan në një rezistencë kryesisht jo të dhunshme, duke krijuar një shoqëri paralele me institucionet e veta të udhëhequr nga Ibrahim Kova. Megjithatë, abuzimet ndaj të drejtave të njerëzit u intensifikuan nga Kosovës 98-99. Dështimi i rezistencës jo të dhunshme dhe rritje e represionit serb quan në shfaqjen e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, CHK. Konflikti armatosur u përshkallëzua ndjeshëm në fillim të vitit 1998. Forcat serbe dhe jugoslave ndërmorën një fushat masive represione dhe dëbimi të shqiptarëve të Kosovës. Kjo përfshinte pastrim etnik, dëbime masive të popullsisë shqiptare nga shtëpitë e tyre, duke shkaktuar zhvendosjen e mbi 800.000 deri 1.450.000 shqiptarëve të Kosovës. Masakra, vrasje masive të civilëve, punimi si armë lufte dhe instrument i pastrimit etnik, shkatrimi pronës, djegja dhe plashkitja shtëpive, shkollave, objekte fetare, xhamive dhe qendrave shëndetësore, zhdukja e identitetit. Përpjekje për të fshirë identitetin shqiptar duke përfshirë shkatrimin e dokumenteve personale, ndërhyrja ndërkombëtare dhe pasojat. Në mars të vitit 1999, pas dështimit bisedimeve diplomatike dhe intensifikimit të abuzimeve ndaj të drejtave të njerëzit, NATO ndërhyri me një fushat bombardimi kundër Serbisë. Kjo çoi në tërheqjen e forcave serbe nga Kosova në qershor 99 dhe vendosjen e një pranie e paqëruajtjes ndërkombëtare. Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 1908. Një lëvizje që Serbia nuk e njeh, por që ka marrë mbështetje të konsiderueshme ndërkombëtare. Po sot ekzem? Do të bëjë një korrigjim, Kosova shpalli pavarësinë në vitin 2008. Po pra, Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008, në një lëvizje që Serbia nuk e njeh, por që ka marrë mbështetje të konsiderueshme ndërkombëtare. Faleminderit. Ne do të themi tek dhuna sistematike serbe, mbi shqiptarët në fillimi i luftës. Dhuna sistematike serbe ndaj shqiptarëve të Kosovës dhe fillimi i luftës janë dy aspekte thellësisht të ndërlidhura në historinë e fundit të rajonit. Kjo dhunë nuk ishte e rastësishme, por pjesë një politike të planifikuar dhe të zbatuar nga regjimi i Miloševićit me qëllim kontrollin dhe dëbimin e popullsisë. Dhuna sistematike serbe. Dhuna sistematike ndaj shqiptarëve në Kosovë ka rënje të thella historike, por ajo u intensifikua ndjeshëm në fundet e vitit 1980 e gjatë viteve 90-ta deri në heqja e autonomisë të Kosovës. Në vitin 1989, ky ishte hapi i rëndësishëm i Slobodan Miloševićit si presidenti i Serbisë, revokoi autonominë e Kosovës, e cila ishte garantuar me Kushtetutën Jugoslave të vitit 1994. Kjo japi rrugë një regjimi të hapur apartheidi dhe represioni. Mbyllja e institucioneve. Shumica e institucioneve shqiptare, përfshirë shkollat, universitetet, spitalet dhe mediat në gjuhën shqipe u mbyllën ose u vendosen në kontrollin serb. Punëtorët dhe mësuesit shqiptar u pushuan masivisht. Sistemi paralel. Si përgjigje ndaj kësaj dhune, shqiptarët e Kosovës në udhëheqjen e Ibrahim Rugovës ndërtuan një sistem paralel të arsimit, shëndetësisë dhe institucioneve të tjera të financuara nga kontributet e popullatës. Kjo ishte një formë e rezistencës jo të dhunë. Dhuna policore. Policia serbe ushtronte dhunë të vazhdueshme ndaj shqiptarëve duke përfshirë rrahje, arrestime arbitrare, tortura dhe vrasje. Drejtat themelore të njerëzit heleshin sistem. Diskriminimi ekonomik. Shqiptarët u diskriminuan rënd në punësim dhe në qasje në shërbime publike, veçuar në varfëri të madhe. Memorandumi i Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve
më 1986. Ky memorandum shërbeu si një platformë ideologjike për nacionalizmin serb. Ajo shprehu ankesat serbe për padrejtësitë e perceptuar dhe bënte thirrje për riqëndërsim të Jugosllavisë rreth Serbisë, duke përfshirë Kosovën si pjesë integrale të saj. Kjo ndihmoi në legjitimimin e dhunës ndaj shqiptarëve. Politika e kolonizimit. Edhe para viteve 90-ta, Serbia kishte ndjekur politikë të kolonializmit në Kosovë me serb, si dhe dëbimin e shqiptarëve nga tokat e tyre, veçanërisht pas luftrave ballkanike të vitit 1912-13 dhe gjatë periudhës së mbretërisë jugoslave apo të shtetit SKS serbo-kroatë. Fillimi i luftës në Kosovë. Pavarësisht rezistencës paqësore shqiptare për gati një dekadë, dhuna dhe represioni serb u intensifikuan, e bërë të paqëndrueshme situatën. Shfaqja e UÇK-s. Dështimi i rezistencës jo të dhunshme për ndryshuar politikën serbe dhe brutalitetin e regjimit të Miloševićit bëri që një pjesë e popullatës shqiptare të shihnin si zgjedhje të vetme rezistencën e armatosur. Kështu u shfaq ushtria çlirimtare e Kosovës në mesin e viteve. Për shkallëzimi i dhunës, UÇK-ja filloi sulmet ndaj policisë serbe dhe objektivave ushtarake, ndërsa forcat serbe u përgjigjen me operacione ushtarake në shkallë të gjerë, duke sulmuar fshatra dhe shkaktuar viktima civile, duke sulmuar pra të gjithë popullatën shqiptare, gjithandej ku banonin. Pra ishte përdorur një luftë jo e drejtë dhe luftë e padrejtë, pra ashtu ishin edhe në taktikën e tyre serbët për të sulmuar popullatën civile, pra pikën më të ndjeshme popullit shqiptar. Masakrat në Drenicë 1998. Një nga pikat kthesë ishin operacionet masive të policisë dhe ushtrisë serbe në rajonin e Drenicës, në sulmin ndaj familjes Jashari në Prekaz në mars 2008, ku vranë 10 anëtar të familjes përfshirë gra fëmijë. Kjo ngjarje shokoi opinionin publik dhe mobilizoi shumë shqiptar për të bashkuar në çlirimtar. Zgjerimi i konfliktit. Gjatë viteve 98, luftimet u përhapën në gjithë Kosovën. Forcat serbe që përdorin artilleri të rënd, tanke dhe helikopter kundër fshatrave shqiptare, duke shkaktuar shkatrime masive që vendosen në Miranjë. Masakra e Reçakut, janar 1999. Kjo masakër ku u ekzekutuan 25 shqiptar, nga forcat serbe u bë pikpyetje që shokoi komunitetin ndërkombëtar dhe kontribui në rritjen dhe presionin për një ndërhyrje ushtarake. Dështimi i negociatave. Përpjekjet ndërkombëtare për të gjetur zgjedhje demokratike, konferenca e Rambujës në vitin 1999 dështuan për shkak të refuzimit të Serbisë për të pranuar një marrëveshje që përfshinte praninë ndërkombëtare paqëruese dhe autonomi të gjatë. Plani Patkoj dhe pastrimi etnik. Gjatë vitit 1999, veçanërisht pas fillimit të bombardimeve të NATO-s, forcat serbe dhe jugoslave zbatuan një fushat të planifikuar të pastrimit etnik i njohur si plani Patkoj. Kjo përfshinte dëbime masive të popullsisë shqiptare, vrasje, dhunime dhe shkatrimin e dokumenteve personale dhe pronë. Kjo fushat shkaktoi një krizë humanitare masive dhe dëbime në qindra mijëra shqiptarëve nga Kosova. Këto veprime sistematike të dhunës dhe represionit nga ana e regjimit serb ishin shkaku kryesor i shpërthimit të luftës së hapur në Kosovë dhe ndërhyrjes. Çfarë do të thoja për këtë temë unë dhe fjala për ju zonë? Faleminderit. Dëbimi i popullatës shqiptare nga Kosova, nga ushtria policia e Miloševićit, dëbimi masiv i popullatës shqiptare nga Kosova, nga ushtria dhe policia e Miloševićit ishte një ndërmarrje gjenerale e planifikuar dhe zbatuar me qëllim pastrim etnik të Kosovës. Kjo fushat arriti kulmin gjatë luftës së vitit 1999, veçanërisht pas fillimit bombardimeve të NATO-s. Plani Patkoj pali, operacioni Patkua. Ky operacioni koduar dhe i njohur si Patkua ishte plani i Serbisë për të dëbuar ose vrarë shqiptarët e Kosovës. Shërbimet sekrete gjermane zbuluan këtë plan dhe e prezantuan para komunitetit ndërkombëtar si provë të politikës shtetërore serbe për gjenocid.
edhe pse Serbia u përpoq ta mohojë ekzistencën e tij, provat e mbledhura nga organizatat ndërkombëtare dhe gjykimet e mëronshme vërtetuan natyrën e këtij tematike. Strategjia e planit patua përfshinte disa faza: rrethimi dhe goditja e zonave shqiptare. Fshatrat dhe qytetet shqiptare rrethoheshin, sulmoheshin nga artilleria dhe një ditë speciale serbe kryenin vrasje masive. Masakrat dhe krimet. Gjatë viteve 1998-99, Serbia zbatoi një politikë sistematike të masakrave dhe terrorit ndaj popullsisë shqiptare. Disa nga rastet më të rënda përfshin masakra e Reçakut në janar të vitit 1999, ekzekutimi i 45 civilëve shqiptar që shërbeu si një pikë kthese për ndërhyrjen ndërkombëtare, masakra e Mejës në prill 1999, një nga masakrat më të mëdha, ku vran qindra civil, meshkuj kryesisht dhe trupat e tyre u zhdukën. Masakra e Ispicës, Krushës së Madhe, Krushës së Vogël, Pastaselit, Qyshkut e tjerë. Vrasje masive, djegje, shtëpish dhe dëbime me dhunë. Pastrim etnik dhe deportim masiv. Forcat serbe detyronin shqiptarët largoheshin nga shtëpitë e tyre duke përdorur dhunë, vrahje, kërcënime me vdekje dhe shpesh duke djegur pronat e tyre. Kjo ndodhi në gjithë Kosovën, por veçanërisht në zonat e Prishtinës, Drenicës, Pejës, Gjakovës e tjerë. Zhdukja e dokumenteve, për të bërë më të vështirë kthimin dhe për të përfshirë identitetin e tyre, forcat serbe u grabisnin edhe shkaktonin dokumentet e identifikimit shqiptarëve që tregonin. Kolonat e refugjatëve, qindra mijëra shqiptar u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre dhe të ecnin me ditë të tëra në kolonat e gjata drejt kufive me Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi. Ata shpesh ishin të rritur, hekur e keqtrajtuar. Përdorimi i hekurudhave. Në disa raste, si në Prishtinë, shqiptarët u detyruan të hipnin në trena të përgatitur nga autoritetet serbe për të dëbuar. Zbulimi i varrezave masive. Për të fshirë veprimet, shumë trupat viktimave u zhvendosen e varrosen varrezat masive në Serbi, siç janë Pakajnica, Petrovo, Selo dhe Rupnica. Shifrat e dëbimit sipas raporteve të ndryshme përfshirë ato nga Human Rights Watch dhe Gjykata Ndërkombëtare për Ish-Jugosllavinë ISTY, mbi 800.000 deri në 1.450.000 shqiptarë të Kosovës u zhvendosen me dhunë nga shtëpitë e tyre në një periudhë të shkurtër nga fundi i marsit deri në fillim të qershorit 1999. Kjo shifër përbën mbi 80% popullsisë shqiptare të Kosovës në atë kohë, shumica e tyre gjetën strehim në Shqipëri, Maqedoni dhe Maltëzi. Pasojat dhe drejtësia të veprime përbëjnë pastrim etnik dhe krime lufte. Liderët serb, përfshirë Slobodan Miloševićin, u ekzekutuan nga ICTY për krime lufte kundër njerëzimit dhe gjenocid për rolin e tyre në konfliktin e Kosovës. Edhe pse Milošević vdiq para përfundimit të gjyqit të tij, shumë nga bashkëpunëtorët e tij u dënuan për rolin e tyre në këto krime. Dëbimi masiv i popullsisë shqiptare nga Kosova mbetet një plagë e hapur në historinë e rajonit dhe një dëshmi e brutalitetit të regjimit Miloševićit. Faleminderit zone e Brenda. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Miq të nderuar, ju faleminderit për kohën që po ndani me ne në radion tonë Sibilat e Veriut dhe në podcastin tonë me mua Gëzima Igerani nga studioja në Zvicër dhe zonin Brenda Sejdia nga studioja në Lezhë. Jemi duke trajtuar për atë temën e 12 qershorit dhe zhvillimet e luftës në Kosovë, duke sjell pjesëza nga ajo kohë për të bërë më të qartë pak zhvillimet e kohës edhe për brezat e ri, se ata kanë nevojë të dinë, të mësojnë, të dëgjojnë, sado që ndoshta pak duken edhe të larta, kjo kohë ishte shumë afër për ne që kemi jetuar, ka qenë shumë periudha dhimbshme dhe kemi arritur deri te data. Rikthimi i popullatës shqiptare në Kosovë pas hyrjes së forcave të NATO-s. Rikthimi i popullatës shqiptare në Kosovë pas hyrjes së forcave të NATO-s në qershor të vitit 1999
ishte një prej lëvizjeve më të shpejta dhe masive të popullatës. Kjo ishte një dëshmi e dëshirës së fortë të shqiptarëve për të rikthyer në shtëpitë e tyre pas një periudhe të tmerrshme dëbimi dhe spastërimi etnik. Kthimi masiv. Me njerë pas ndërhyrjes së NATO-s, pasi trupat serbe dhe jugoslave u tërhoqën nga Kosova në qershor të vitit 1999, dhe forcat e KFOR-it, të udhëhequr nga NATO-ja, filluan të hynin qindra mijëra refugjatë shqiptar filluan të ktheheshin. Kjo ndodhi me një shpejtësi befasuese. Organizimi dhe ndihma. Kthimi i tyre ishte kryesisht i vetë organizuar, por u ndihmua edhe nga agjencitë humanitare ndërkombëtare si UNHCR, Komisioni i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjat dhe organizata tjera jo qeveritare. KFOR-i luajti një rol thelbësor në sigurimin e ambientit të sigurt për kthimin dhe lehtësimin e lëvizjes së numri të kthyer. Brenda disa javësh, pothuajse e gjithë popullata shqiptare dërbuar rreth 800.000 deri në 1 milion njerëz u kthyen në Kosovë. Kjo ishte një arritje jashtëzakonshme humanitare. Roli i NATO-s, KFOR-it, përmes forcave të KFOR-it, luajt një rol vendimtar në mundësimin dhe sigurimin e këtij kthimi. Krijimi i sigurisë. Detyra primare e KFOR-it ishte të siguronte një mjedis të sigurt dhe të qëndrueshëm në Kosovë për tërheqjen e forcave serbe. Kjo përfshinte demilitarizimin e UÇK-s, e cila më vonë u transformua në trupat e mbrojtjes Kosovës dhe më pas në forcën e sigurisë Kosovës. Kthimi i shpejtë. Prania e KFOR-it siguroi korridore të sigurta për kthimin e refugjatëve dhe ofroi mbështetje logjistike. Renditja e hapësirave. KFOR-i ndihmoi në pastrimin e minave, sigurisë, rrugëve dhe infrastrukturës, si dhe vendosjen e një pranie policore për të mbajtur rendin. Sfidat e kthimit megjithatë, në kthim të shpejtë, popullata shqiptare u përball me sfida të mëdha. Shtëpi të shkatruar. Shumë prej tyre shtëpive dhe pronave ishin shkatruar djegur ose plaçkitur nga forcat serbe. Rindërtimi i një procesi të gjatë dhe i vështirë. Mungesa e infrastrukturës. Infrastruktura bazë si shërbimet publike, spitalet dhe shkollat ishin dëmtuar rënd ose shkatruar duke bërë të vështirë jetën e përditshme. Trauma psikologjike. Popullata kishte përjetuar trauma të thella dhe si pasojë e dhunës, dëbimit dhe humbjes së anëtarëve të familjes. Nevoja për mbështetje psikologjike dhe sociale ishte e madhe. Çështja e pronës. Çështja e pronës dhe rikthimit të pronave të grabitura ose të uzurpuara ishin të shumta dhe kërkonin zgjidhje ligjore. Tensionet etnike. Pas kthimit të shqiptarëve pati një ndryshim të rolit. Tani më serbët e Kosovës që u ndjen të pasigurt dhe prej tyre u larguan nga Kosova, veçanërisht nga zona me shumicë shqiptare dhe nga Afrika e Akmarit. Sigurisht se ata kishin bërë krime dhe ikur duarve të drejtësisë ndërkombëtare, pra kishin marrë ikën dhe ishin strehuar nëse. Shpesh e them unë, nëse në Kosovë janë vrarë 13 deri në 15.000 shqiptar, janë 13 deri në 15.000. Ose në Bosnjë nëse janë vrarë 500.000 njerëz, janë 500.000 vrasës. Ku janë atë? Pra drejtësia ndërkombëtare këtu s'ka kryer kurrë. Paqartësia politike. Statusi i Kosovës mbeti i paqartë për vite me radhë, duke ndikuar në stabilitetin dhe zhvillimin e vendit. Kthimi i popullsisë shqiptare në Kosovë pas luftës ishte një kapitull i rëndësishëm në historinë e saj, duke shënuar fillimin e një periudhe të re në Kosovë, e cila kulmoi me shpalljen e pavarësisë në vitin 8. Kaq kisha unë, zënë Prenda, do ju lutesha juve pak edhe për pjesën e pavarësisë të flitë. Kemi pjesën shpallja e pavarësisë. Duket është pjesa e fundit e këtij teme. Pjesa e fundit? Po, shpallja e pavarësisë dhe shpallja shtetit. Unë po përcjell një këngë, të cilët titullohet "Avritet papajësia".
Zënia Plena. Pas një lufte të gjatë, një pritje akoma edhe disa vite, shpallja e pavarësisë së Kosovës është bërë në 17 shkurt të vitit 2008. Në Kuvendin e Republikës së Kosovës në Prishtinë, në një mbledhje të jashtëzakonshme ku merrin pjesë 109 nga gjithsej 120 deputet të Kuvendit të Kosovës. Një zëri shpalli Kosovën shtet të pavarur, sovran dhe demokratik. Hashim Thaçi, Joe Biden dhe Fatmir Sejdiu dolën me deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Lishmëria e shpalljes së pavarësisë së Kosovës për një kohë ka qenë temë e diskutueshme. Serbia, duke kundërshtuar deklaratën e pavarësisë së Kosovës, kërkonte vlerësimin e vlefshmërisë ndërkombëtare dhe mbështetje për pozicionin e saj, gjoja se deklarata e pavarësisë së Kosovës ishte e paligjshme. Në vazhdim e kësaj ecërie, në tetor të vitit 2008, Serbia kërkoi një opinion këshillues nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë. Dhe më 22 korrik të 2010, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë përmes një vendimi e këshillëdhënës konfirmoi se deklarata e pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur asnjë nen të ligjit ndërkombëtar.
Deklarata e pavarësisë së Kosovës. Ne udhëheqësit e popullit tonë të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Kjo shpallje pasqyron vullnetin e popullit tonë dhe është në pajtueshmëri të plot me rekomandimet e të dërguarit special të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisari dhe propozimi i tij gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës 17 shkurt 2008 Prishtinë. Leximi i deklaratës pavarësisë së Kosovës është bërë nga kryeministri atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi në prani të deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe presidentit të Kosovës në mbledhjen e mbajtur në kryeqendrën e Kosovës Prishtinë 17 shkurt viti 2008. Deklarata e pavarësisë së Kosovës u miratua në mënyrë unanime prej deputetëve të pranishëm në sallën e Kuvendit të Kosovës. 11 deputet përfaqësues të pakicës serbe bojkotuan procedurën e votimit, 9 përfaqësues të pakicave tjera etnike ishin pjesë të forumit. Terminologjia e deklaratës thotë se pavarësia e Kosovës është kufizuar në parimet e përcaktuara nga plani Ahtisarit. Ajo ja ndalon Kosovës të bashkohet me çfarëdo vendi tjetër, ofron vetëm kapacitetet kufizuara ushtarake, thotë se Kosova do jetë në mbikëqyrjen ndërkombëtare dhe parashikon mbrojtjen e minoriteteve etnike. Megjithatë, gjithçka që ka ndodhur deri më sot tregon vendosmërinë, trimërinë, përkushtimin, sakrificën e popullit të Kosovës pa asnjë çmim. Kjo tregon sepse gjithë jetët e dhëna për atë sollën gjithë këto ditë të bardha që gëzojmë sot dhe absolutisht nuk ka pa pas. Prandaj ju themi gjithmonë gëzuar. Faleminderit zona e Prenda, faleminderit për gjithë këto mesazhe që përcollët edhe neve i bashkohemi urimit për ditën e sotme, pra 2 shorrin, pra ne po e llogarisim qeverisë Kosovës. Lavdi u qoftë gjithë atyre që flijuan, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, lavdi gjithë atyre që sakrifikuan për këtë ditë për të ardhur deri tek liria që po e gëzojmë sot. Pra u qoftë lavdi gjithë atyre që kontribuan për të mirën e kësaj dite dhe gjithë ata që luftuan pra të gjallët dhe të rënët. I falenderojmë gjithë ata që kanë kontribuar në këtë liri që cila është sjellë me sakrificë. Një përpjekje 100 vjeçare gati në luftën për ta larguar, për ta shporur këtë armik të keq nga trojet shqiptare. Dhe tani Kosova ka pavarësinë e vet, pra është e mbrojtur edhe ndërkombëtarisht nga shtetin që kemi. Dhe si tanë politikë dhe asnjëherë nuk do të ketë më kthim prapa, sepse ne luftën e kemi filluar dihet në çfarë kushte dhe ja kemi arritë fitores, sot kemi edhe të gjitha janë të qarta. Neve na brengosin këto pretendimet e politikave të serbe që bëjnë turra, bëjnë këto veprime kundrejt Kosovës, por gjithsesi se këto janë turra politike, bëjnë njerëzit për të krijuar një lloj kaosi në politikë ndërkombëtare, por edhe atë në Kosovë. Megjithatë, kthim prapa s'ka, Kosova sot gëzon lirinë e saj dhe ardhmë prapa. Faleminderit. Ne përshëndetur gjithaj popull për gjithë sakrificën, por dhe shpirtin e zjarrt atëtar që lakën e saj mbajnë të gjallë dhe gjithmonë të mbështjellur në të. Kjo më së miri ka treguar edhe para një jave kur skuadra jonë dhe skuadra serbe kishte një ndeshje në Tiranë dhe flamuri kombëtar bashkë me qindra mijëra çuna kosovar kanë ndryshuar rrugëve të kombit për të dyndur sheshin e Skënderbejit të Tiranës. Janë vërtet për të përgëzuar për gjithë atë ndjenjë të zjarrt atëtarie, për gjithë atë shpirt të madh që kanë për trojet e tyre etnike. Pra me popullin e Kosovës dhe Shqipërisë nuk ka hapa prapa. Faleminderit zona Prenda. Tani më miq të nderuar, kjo temë i ka ardhur fundi dhe neve tonë kemi edhe një temë tjetër
për cilën doja japim fillimisht fjalën zonës Brenda Sejdia, e cila është më kompetente për ta folur pak për të. Faleminderit Zotit Gzim, siç e thamë edhe një herë, ne kemi dy data të shënuara po në njëjtën ditë, siç është 12 qershori, pra 12 qershori i luftës dhe 12 qershori që është një ditë shumë e shenjtë për një vend kaq të shenjtë që bashkon jo vetëm zemrat e shqiptarëve, por pelegrinazhet janë nga jo vetëm trojë shqiptare, por nga gjithë bota. Është një festë për të shënuar, është nata e Shëndojit. Është një vend i shenjtë atje në kodrat e Laçit. Po ajo vendodhje nuk i dihet fiks filli, por që nga mesjeta kemi plot shënime që shkruajnë për të. Bëhet fjalë që ky shenjtë universal, siç është Shëndoi ose Shëndoi i Padovës, por që ka lënë gjurmë të thella tek besimtarët shqiptar, edhe në kohët më të vështira të komunizmit, që do t'i lexojmë gjatë emisionit, ka qenë e pamundur që gjithë ai pushtet i thyej shpirtrat e besimtarëve. Unë ju uroj edhe një herë sonte çdo besimtari, katolik, ortodoks, musliman, bektashi, apo çfarë do feje tjetër, sepse për mua fetë gjithmonë kam thënë janë parti. Por çdo besimtar që ka shkuar në atë vend me besim, ju dëgjoft lutja, Zoti e shëndou që natën e ka sonte gjithë ata që rinë që ndezin në atë vend të shenjtë, kafshin amen e ju rrifshin të gjitha dëshirët. Amen. Urimet tuaj bashkohemi edhe ne zëna Brenda, amen. Faleminderit. Atëherë Zoti Gzim, fjala është për ty si fillim. E di që ju nuk më mërmendja që për arsye objektive nuk keni qenë ndonjëherë në atë vend të shenjtë. Jo. Sepse thjesht ose s'keni patur një hurit, nuk keni pas ndonjë nevojë apo arsyet janë të ndryshme. Por besoj që nga këto që keni lexuar, dëgjuar, nuk i dihet kur. Ashtu si kur qindra, mira, miliona para nesh, do jashtë shty një ditë kureshtja dhe ne. Por për para së gjithash, para se ju të vazhdoni, unë mendoj që t'japim një këngë të shtuar kishës Laçit. Faleminderit. Përshëndesim të gjithë dëgjuesit besimtarët kudo që janë.
Faleminderit zotëri tënde. Faleminderit për punën. Faleminderit ju. Ik ndodh zemra dhe këngëtarit Argëngjeloshi. Miq të nderuar, tani më ne po hymë në temën e dytë dhe përpara se të shkojmë tek pika për të folë për kishën e Laqit, neve duhet të mësojmë hapësirën gjeografike, sepse pra unë do t'i them disa fjalë këtu në fillim për të vazhduar më pastaj zonja pranë. Shëndohu dhe Kurbini. Kush është Kurbini? Sa e njohin njerëzit këtë krahin? Era historike etnokulturore për cjell ai? A është Kurbini thjesht një qytet industrial siç mbahet mend nga ngjashjet e larta të uzinave të mëkateve? Apo një vend i thjesht bujqësor, një vend i begat ku natyra nuk ka kursyer asgjë nga shpirti i saj për t'i dhënë kësaj treve det, fushë, mal, kodër, lum, ullin, gështenjë, toka pjellore si vetëm tu, duke u shndruar në një vend të begate për jetesë. Krajina e Kurbinit me qendrat e saj të banimit është shumë e hershme, mendohet se disa shekuj para erës së re. Këtë vërtetojnë gjetjet arkeologjike në kalan e Sebastes, që i përket kohës romake rreth viteve 167 para Krishtit. Gjithashtu në fshatrat Kuçna, Gjorëm, e tjerë, janë gjetur mbi shkrimë romake si dhe enë prej balte, ruaza, toksa bronzi, enë bronzi e tjerë që mendohet se janë mjaft të lashta. Popullsia e Kurbinit i përket fisit alban. Kurbini ka disa objekte historike si kalaja e Sebastes, kalaja e fshetë e Skënderbeut në Daul, Lugapaq, kalaja e Përvizit, vini fallë në Gallat që ende ekziston që nga kohët e Skënderbeut. Qendra e Kurbinit në mesjet ishte Sebastia dhe princit ishin Gjonimaj. Princi Gjonimaj nga fshati Gjonëm dhe vendet e shenjta, pra kjo krain i përkiste Arbërisë dhe shtetit të Arbërit mesjetar. Në vitin 1208 pikat familja Gjonimajve si principat me princerit e saj, ku më i shuar ishte Dhimitër Gjonima nga fshati Gjonëm i Kurbinit, me qendrën në Sebaste, i cili kishte 400 ushtarë dhe 200 kalorës, si dhe zotronte fshatrat e Kurbinit dhe tokat prej Dolkes deri në Duanës. Pas vdekjes së princit Dhimitër Gjonema më 1409, vilajeti i tij morë në zotrim fillimisht Topiasit dhe vetëm pak vite më vonë Kastriotit. Kurbini ka fatin e madh të jetë një vend i shenjtë. Ka kishën e Shëndojt, kishën e Shënprendës Selina i Peshkuore ku u hap shkolla shqipe në vitin 1632. Kishën e Shën Mris si qendrën i Peshkuore të Krujës, kishën e Shën Teodorit të Delnishit. Nga Kurbini është edhe Papa Klementi XII dhe kleriku i shuar firmëtari i kuvendit ishtar të Arbërit në vitin 1703, Fran Martin Gjonema, Gjonmi. Të ne prenda tani më fjalën ua kaloj juve dhe të na flisni më me kompetencë për kishën e Shëndojt dhe gjithçka rreth saj. Ju faleminderit në mundësinë që na dhani. Faleminderit ju. Kush është Shëndov? Duke shqetësuar drejt shenjtorëve, para se të nisemi për në shenjtorët e Laqit e të Gjakovës, po njihemi me shenjtin të cilin e kushton Shëndov. Nisim një shtegim të ri, nga kodra e Rëzakës, në atë të Laqit Kurbinit, vendi lashtë kulte, ngarkuar me ngjarje të hidhura të lume,
me krime e ndëshkime, me të përputhje mrekullish, shtektojmë ka një shtetërore tjetër kombëtare ajo e Shënandot, që shqiptarët e njohin si Ilaçit dhe i Gjakobës, portugezët si Coimbrës, italianët i Padovës, shemb që gjithkush dëshiron ta ketë të vetin. Kush është Shënandot? Prej shenjtores të cilit nisim shtektimin, para se të trokasim në portën e Shënandot, si miqë dashamirës të shenjtit, duhet të njohim sa do pak, që të mundemi pastaj t'ja zbrazim shpirtin e shqet, si miku në pritjes e hirit, sepse shenjti nuk i nis kurrë me duar pat. Shënandot i Padovës, siç njihet në letërsinë kishtare, lindi në Lisbon të Portugalisë me 15 gusht 1195 në një familje fisnikësh. Dita lindjes së tij përkoi me festën e ngjitjes së Zojës në qiell. Maria Teresa Tavera, një pasardhës e familjes mbretërore të Austrias, e quajti lindjen e fëmijës që mori emrin Ferdinand dhuratën nga Zoja. Kisha Shënandot është një kuvend dhe kishë katolike dedikuar Shën Antonit Padovës në Laç, Shqipëri, e ndërtuar dhe e shuguruar për herë të parë në 1557 dhe më pas e shkatruar në 1967. U rindërtua pas rënies komunizmit për të kthyer në vend pelegrinazhe nga njerëz që pa dallim nominal fetar. Dikur kisha Laçit ishte një nga kishat më të dashura, më të ndjekura. Pastaj prej saj mbeti vetëm një shkëmbë lëmuar nga buzët e besimtarëve, që lanë aty mira lutje, dalë nga zemra, kështu që shkëmbi tha të kthyer në simbol shpresë qendrese. Pushteti komunist i përdori të gjitha mjetet e mundshme për ta zhdukur nga kujtesa e shqiptarëve atë vend të shenjtë, nga zemrat, njëri nga shenjtorët më të dashur të botës së krishterë, por as propaganda, as kërcënimet, as policia ushtar të rreshtuar nuk qenë në gjendje të ndalonin procesionin e gjatë të vijueshëm shqiptarëve, që vit për vit posaçërisht në 13 qershor shkonin për të nderuar kujtimin e shenjtit e për të kërkuar ndihmën e tij. Studiosit e kësaj dukurie të pashembullt në mes të terrorit të Shqipërisë komuniste ende nuk kanë arritur të shpjegojnë këtë mistë. Një regjim gjakatar thyhej përballë një shenjë, edhe përballë vullnetit të popullit, për ta dëshmuar haptas besimin në një nga shenjtorët më të njohur në historinë e kishës katolike, në atë dështim pa dyshimisht e fryma hyjnore që ridukej me gjithë pushtetin e vet hyjnor, që pa përballueshëm nga pushtetet toksore, shprehur përmes mrekullive të shenjtit mrekullive. Një kishë rënuar, gjithnjë në kënd, Laçi. Franciskanët erdhën në Shqipëri rreth vitit 1241. 10 vjet pas ngritjes në qiell të portugezit dashur, që me kultin e tij u bë udhëheqësi shqiptarëve në udhën drejt Krishtit. Ndërmjet disa kishave kushtuar shenjtit, ndërtuan dhe atë të Shënandot, në Sebaste, kishë që u ngrit rreth vitit 1300, u rënua në 1971. Në këtë kishë shërbyen shumë meshtarë, ndërmjet të cilëve Atë Shtjefën Gjeçovi, Ilumi Atë Mati Prenushi, Atë Klement Miraj, Imzot Robert Ashta, Atë Zeftumi e tjerë. Sot kisha e bukur e rindërtuar mbi kodrën e Laçit për të përcjellë njerëz të gjitha besimeve, të shmitarë mrekullish. Një mrekulli ndërmjet shumë të tjerave, ritreguar sipas një dëshmie. Në vitin 1981, një grup ushtarësh nga toga e Trojës mori urdhër të shkonte në kodrat e Shëndot në Laç për të rrethuar pjesën e mbetur të rrethimit. Krijohej përshtypja se qeveria kishte frikë edhe nga rënujat. Ndërtesa që shembur në vitin famekeq 1967, kur regjimi komunist duri hapurazi në shesh të mejdanit kundër kishës, e natyrisht edhe kundër Shëndot, dueli historiar mes me uratën. Po më thotë mundua të apres udhën besimtarëve. Një frymë misterioze i tërhiqte aq sa të përballonin deri diktaturën që nisi shqetësohej seriozisht për këtë fenomen. Prej këndej ushtarët e zonës morën urdhër të hidhnin në erë muret e veta, të shlynin përgjithmonë edhe kujtesën e kishës e të Shënandot. Pasi shema një pjesë të rrethimit,
32 ushtarët e tokës mbetën çuditërisht paralizuar nga mesi e poshtë. Ishte i fenomeni pashpjegueshëm. Mbetën të ngrirë aty mbi mur. Po erdhën e i morën me shpejtësi, nuk ishte më fjala për të zhdukur ca gërmata. Duhej zhdukur çdo gjurmë me një mrekulli të gjatë, prekshme, që me gjithë kujdesin e qeverisë, e si çdo lajm i ndaluar, mori me një herë vend. Pushteti popullor e nisi disa prej ushtarëve të ngurosur për mjekimin në Austri për 6 muaj, ndërsa të tjerët në spitalin ushtarak të Tiranës. Ushtarët u ngritën përsëri në këmbë pas shumë mjekimesh, por gjithnjë me pasoja të dukshme. Fenomeni mbeti i pashpjegueshëm. Qeveria bëri çmos ta justifikonte ngjarjen duke pohuar se ishte helmuar nga ushqimi, por kjo diagnozë nuk u provua kurrë shkencerisht. Historia mbeti edhe sot e kësaj dite e veshur me mister, e regjistruar ndërmjet shumë mrekullive të tjera në kujtesën popullore. Sa mirë do ishte të kujtohej dikush e të mlidhte mrekullitë e Laçit në një libër kushtuar shembit nga shqiptarët me njohës. Kisha e Laçit ose kisha e Shnanojit konsiderohet si një nga vendet më të shenjta në vendin tonë dhe mijëra qytetarë bëjnë pelegrinazh në këtë vend. Por çfarë pshihet pas kësaj kishe? Kisha e Laçit e njohur si kishë paleo-kristiane ndodhet në lindjet Laçit. Në nismë të arave të Bukës, kisha është një nefshe, nga ajo ka mbetur muret strukturore me lartësi rreth 1 metër, gjatësi 7.5 metër, e gjerësi 5 metër, të dhëna të cilat bëhet fjalë që janë shumë më herët sepse po ata besimtarë që sot e vizitojnë atë vend shohin mrekulli që me dhuratat që besimtarët tanë kanë lënë, vërtet është bërë mrekulli. Nata e madhe e shëndot, që lind historia e 13 martave dhe mrekullitë e kishës së Laçit. Data 12 dhe 13 qershor shënojnë festën e shëndot, ku mijëra pelegrin i drejtojnë kishës Laçit në shenjë sakrifice, falënderimi, lutje për një jetë të mbarë, shëndet e plotësim dëshirave. 13 martat e shëndot. Pelegrinazhi shenjë fillon në mes të muajit mars, që është e marta e parë e pelegrinazhit në shenjtorin e shëndot dhe përfundon në 13 qershor, që është edhe festa kulmore për 13 të marta. Besimtarët të shumë nga gjithë fetë ndezin qirin në guvat e shkëmbinjve, falen në kishë dhe vende që i konsiderojnë të shenjta aty përreth. Sfidojnë fatin duke besuar në mrekullitë e shëndot. Rituali shenjtores fillon sa po kalon qytetin e Laçit dhe fillon ngjitjen në mal, nëpërmjet disa shkallëve të gjata për ata që ecin në këmbë. Për të tjerë me makinë, rruga gjarpëruese është e shtruar dhe të dërgon deri lart tek vendi shenjtë. Megjithatë sot dhe nesër rrugtimi me makinë për të kisha shëndot është ndaluar prej trafikut të mijëra njerëzve që edhe për shkaqe sigurie. Ndalesa e parë bëhet tek gjurmë, ku mendohet se ka kaluar shëndot. Në gur janë shenjat e këmbëve dhe të duarve të tij. Pelegrinët përshkojnë këto pjesë të shenjta me prekje dhe vendosje të kokës, duarve dhe komplet trupit, me besimin se lutjet e tyre do të plotësohen. 13 sekretet e 13 qershorit. Mijëra qytetarë nga gjithë Shqipëria, por dhe nga jashtë, do t'i drejtohen sonte dhe nesër këtij vendi të shenjtë. Sonte përmbyllen 13 martat e shenjta që sipas besimit të krishterë kulmojnë në mesnatën e 12 dhe 13 qershorit. Po cilat janë historitë dhe misteret që rrethehen vazhdimisht për vendin e shenjtë? E para, sipas besimit krishterë, një pelegrinazh që praktikohet në një ditë si kjo është në emër të sakrificës. Shenjë lutje e falënderimi që dërgohet shenjtorit, i cili një herësh bën edhe mrekulli. E dyta, sipas besimtarëve, mrekullitë e këtij vendi të shenjtë janë të faktuara me shembuj konkret. Të lindurit të verbër, pasi kanë shkuar në këtë vend të shenjtë, kanë nisur të shikojnë të paralizuarit janë ngritur në këmbë.
Lutjet në këtë vend të shenjtë thuhen se dëgjohen nga Shëndoi, I cili bën mrekulli nga më të paimagjinueshmet. Mrekullitë e Shëndot për shqiptarët e Megjër nuk kanë fund. 5. Pelegrinazhi realizohet çdo vit për 13 marta rresht, por edhe ditë të tjera, deri në ditën e 13 qershorit. 6. Vizitorët e Shëndot kanë 2 pika të rëndësishme referimi, Kishën dhe shpellën e Shëndlashit. 7. Historia thotë se Shëndlashi ka qenë I peshtë dhe jetonte në qytetin e lashtë të Sebast. Por paganët e ndoqën deri tek kjo shpellë ku strehuva dhe të pak fe të gjetën dhe e mbytën. 8. Të moshuarit tregojnë se rituali I 13 martave e kanë ndjekur edhe në kohën e regjimit të Enver edhe atëherë kur besimi në Zot ishte I ndaluar. 9. Shën Antoni vdiq në moshën 36 vjeçare pas një jete shëndori. Për numrin e shumë të mrekullive që I njihen, ai u kanonizua një vit pas vdekjes nga Papa Gregori IX në vitin 1946. Papa Pio XII e ka rendit Shën Antonion mes doktorëve të Kishës Katolike dhe I ka dhënë titullin doktor evangelik në lidhje me shkrimet e tij dhe predikimet që bazohen në citimet e Ungjillit. 10. Në vitin 1981, një grup ushtarësh nga toka e Trojës mori urdhër të shkonte në kodrat e Shëndot në Laç, pas po e lexoj sepse sapo e lexuam. 11. Dëshmitarë të shumë të okularë thonë se këtu janë bërë mrekulli të pabesueshme. Marielleshi shprehet: kam parë me sytë e mi se si e sollën një vajzë pa gojë, e që nuk ecte me këmbë të veta. Tjetër një natë këtu, të nesër me njerë goja dhe këmbë. 12. Prifterin që mbajnë edhe ende mesh në Kishën e Shëndot thonë se çdo kush është I mirëpritur në këtë vend, pavarësisht se secili besimtar fetar I përket. Dhe 13. Shtypi huaj është nxitur nga një lajm që agjencia Reuters ka komentuar për vendin çuditëres ku ndodhet Kisha e Shëndot në Laç. Në një kronikë të saj, agjencia e lajmeve Reuters flet për Kishën magjike e cila vizitohet çdo ditë nga mijëra pelegrinë nga gjithë Shqipëria, si shprehet e Reuters. Ajo që besimtarët kërkojnë në këtë kishë është shpëtimi fizik dhe shpirtëror. Një prej tyre Adron Çeliku, I cili ka ardhur nga Italia vetëm për të vizituar këtë vend të njohur si Kisha e Laçit. Beson se kjo kishë ka fuqinë t'u japë zgjidhje problemeve të kishën ndërtore. Me 13 qershor, Kisha Katolike përkujton Shëndorin e Padovës. Pra, devocioni ndaj këtij shenjti të madh është I shtrirë jo vetëm në Kishën Katolike, por edhe në gjë. Shën Antoni ka zgjuar interesin të post te katolikët dhe ndër ortodoks, budist, musliman. Me plot të drejtë quhet shenjti universal, shenjti I botës. Ishte njeri I palollshëm në vreshtin e Zotit. Jeta e tij ishte shërbim ndaj vëllait. Njeri pa dallim. Prandaj ishte I pranuar dhe I dashur nga të gjithë. Shëndou lindi në Portugali. Predikimi është I frytshëm, atëherë kur flasin vetat thoshte Shëndou. Pra sot, Shëndou apo Shën Antoni është I njohur në mbar botën si shenjti I popullit. Taumaturg, mrekullibërës e kudo në botë, posaçërisht në Padovë të Italisë e Lisbonë Portugalisë, por edhe në për shqiptarë, Shëndou festohet me nderim të posaçëm e me solemnitet të veçantë në Laç të Sebastës, në Kurbnesh, në Gjakov, në Prishtinë, Kullagjan e vende tjera, ku mijëra besimtarë shtektojnë në kishat kushtuar shenjtit në Trojën shqiptare. Faleminderit. Faleminderit zonja Prenda, faleminderit për këto informacione që na sollët. Sigurisht se janë të vlefshme edhe për dëgjuesit tanë të dëgjojnë ato dhe të njohin zonat pra të shumë për vende. Faleminderit shumë juve që gjithë këtë materiale keni përgatitur për të na sjellë gjallë përpara Vërtet faleminderit zotë Gzim edhe për teknikën që kemi bërë, edhe për informacionin që na keni sjellë për luftën e Kosovës, që pikërisht ishte data 12 qershor. Është detyrë për ne të flasim për të rënët e
shtetit të Kosovës, të cilët dhuruan jetët e tyre për këto ditë, por edhe gjithë sakrificat që bën të gjallët që janë sot, për ato nëna që u humbën djemtë e tyre, për ata familjarë që ende s'kan gjetur kufomat e njerëzve të tyre, pra të flasësh për këtë ditë do të duhen ditë të tëra, besoj, por ato janë thënë herë pas here dhe është jo vetëm keqardhje, por kjo është një ndjenjë e thellë e gjithë asaj sakrifice pra që ka bërë ai popull ndër dekada. Ato plagë fatkisisht ende nuk janë të mbyllura. Por gjithçka që mund të themi e bukura qëndron mbi to, sepse populli shqiptar i Kosovës është i pamposhtur. Faleminderit zëre Prenda, nëse keni për të thënë diçka ose do I lexoni mesazhet e shikuesve që kanë për t'ia dhënë për faqet e nënës, se ato janë të shumta, pra ne jemi të fuqa jemi. Në art jemi tek faqja juaj dhe tek faqja ime personale dhe në për shumë faqe tjera që është shpërndar materiali. Është e vështirë pak të mbledhen, por nga ato që do të mund t'i gjejmë diku në faqe. I falenderojmë edhe dëgjuesit tonë. Ne do bëjmë ç'është e mundur për t'i gjetur të gjithë, por vërtet kjo e mundur e jonë është deri diku. Po nis me falenderime shpirti për të gjithë ata që kanë pëlqyer në statuset tona, Fatmira Limoni. Falenderojmë këta miq që unë ta emra I shoh gjithmonë. I falenderoj përzemërsisht që janë me ne. Fatmira Limoni, Prek Shkoza, Monda, Gjin Koldoda, Fazli Peranti, Lulieta Pushi, Linda Shaqiri, Ton Maxhuni, Gjon Truja, Kumria Felshala, Shpresa Zurnaci, Lumnie, Façi Halili, Falendreka, Rita Guri, Bianca Dusha, Zemajvera, Koça Bibiana, Bejtullah Miftari, Miranda Krocideti, Boris Idia Shkoza, Mjalba Sheho, Ndue Gjeqi, Albert Tuka, Ndue Pepa, Latif Shehu, Toma Lara, Abdab Sibel, Razies Paho, Mirlinda Latifi, Sanien dhe Gjorin Dreka, Dahoud Kyqi, Adelina Reqi Perleka, Martin Jaku, Naim Sokoli, Nikol Nikoli, Mehmet Rema, Nikol Proku, Lambrini Karatsieri, Paho, Muharrem Morina, Vitore Puka, Adnan Kadili, Fatmushe Gërguri, Bardot Kovaci, Bardot Deda, Ferdinand Mukollari, Gjemal Nexha, Fitim Kodeli, Besjan Ruko, Zinilusha, edhe Fazli Morina. Përzemërsisht faleminderit që jeni me ne, edhe për pëlqimet po ashtu. Do lexojmë edhe komentet Ndue Gjeqi, amen, ju ndihmoft kjo natë e madhe e shëndoll familjarisht, ju ndihmoft edhe ju, Trane Maklaj, amen, amen për të gjithë, Besjan Luko, amen, respekt dhe amen për të gjithë, Bejtullah Miftari, respekt, Koça Bibiana, amen, Falindreka, respekt, Martin Berthamza, respekt Mehmet Rema, Martin Jaku, amen, Vera Skendo, amen, Gjin Koldoda, nata shëndoj të rujt ndihmoft të Bekov. Gjithashtu dhe ju, profesor, ju ndihmoft të Bekov familjarisht. Sanien dhe Gjonin Dreka, urime. Shumë falemderit, Qemal Meshaj, falemderit, Fatmira Limoni, urime sukses e respektush për emisionin. Ju falenderojmë zëmërsisht, shëndet e mbarësi për ju, dhe ju përshëndesim me gjithë shka të mirë që ju dëshironi. Gjithashtu, uroj që mos në mbeten pa lexu komentet tek, sepse jo të gjitha dalin. Besnik Hysa, ju përshëndes, ju ndihmoft kjo natë e madhe, ju ndihmoft të ruajt familjarisht edhe ju. Tahir Kida, përshëndetje Brenda për ty dhe gëzimin, për gëzimet për këtë emision me respekt. Profesor, shumë faleminderit, gjithë mirat edhe për ju. Mimoza Hoxha Gastra, radio intelektuale, kuria shkruhet, lexohet dhe promovohet. Të falenderojmë Mimoza, ju jeni promovuese po ashtu një shkrimtare shumë e mirë dhe një mike patjetër, padyshim. Të përshëndesim, urojmë gjithë të mirat. Lida Auto Mosli. Trenica Lindve Shtrima, Roft Kosova e Lirë dhe Demokrati.
demokratike, respekt. Faleminderit, rroft Kosova e Shqipëria e u bëfshin bashkë të dyja. Me alba shehu respekt. Respekt edhe për ju. Duhet jetë, ju urojmë gëzuar fesën e shëndotë. Ju urojmë gëzuar shkëllë mbarësi për ju. Ju përshëndes me respekt dhe uroj gëzuar, thot Zyra, me taj edhe ju e toshë Zyra, gjithë të mirat, akrën të taj, ju ndimot edhe ju, Blash Bushi ju ndimot e gëzuar të gjithëve. Kur që Bjana, gëzuar fesën shëndotë, ju ndimot gjithëve. Gjemile Aliu, respekt. Respekt e me njohje mike, pojete. Gjithë mirat edhe për ju, shëndet e mbarësi. Përshëndesim edhe njëherë gjithë popullin shqiptar të Kosovës, e gëzuar këtë natë, këtë ditë të shenjta, gjithë besimtarëve katolik, ortodoks, musliman, pa dallim feje, sepse mbi gjitha ne jemi vëllezër, jemi njerëz, i shërbejmë kësaj shoqërie, i duhemi kësaj toke, paqi shëndet e paqi mbarësi ju e familjarët tuaj. Faleminderit Gëzima Egeraj për teknikën, faleminderit për bashkëpunimin, ju uroj shëndet e sukses e mbarësi dhe ju të familje. Faleminderit dhe ju, zënë Brenda, shumë faleminderit. Presoj që me timin e komenteve dhe emrave të atyre që na kanë përmbaruar apo unë kam përfundu. Dhe mund të përmbyllim emisionin apo. Faleminderit zënë Brenda. Miq të nderuar, ne përsonte me dy temat që kishim mbaruar programin ton, urojmë në emisione tjera, ju mirëpresim me shumë kënaqësi dhe dashamirësi. Urojmë që edhe ju të jeni pjesë e emisioneve tona, të jeni më aktiv në për emisionet tona, qoftë me telefonata, qoftë me komente, pa qoftë edhe me pjesëmarrje në për emisionet tona. Mos nguroni, ne ju mirëpresim, ne u japim hapësirë, aq sa është e lejuar pra ajo pjesa e hapësirës të miqve që u japim në pjesën e emisionit. Unë ju falenderoj edhe një herë dhe ju uroj një mbrëmje dhe një natë të qetë për ju të gjithë që na keni ndjekur. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë.